Shoqëria e Kosovës nuk i nevojitën zgjedhjet, mirë, po përderisa Kosova në ballë gjithmonë ka njerëz të papërgjithshëm të cilët zgjedhjet i mbajnë për shkak të egollave personale, jo për të gjetur zgjidhje, natyrisht që mund të vazhdojmë kështu me një proces sikur në Bullgari, nga zgjedhjet në zgjedhje. Në fund të ditës e pam edhe nga intervista e presidentës, mbrëm duket ishte që thjesht gjithçka çka ka pasur të bëj deri më tani në qeverisje ka qenë kryesisht politika të cilat e kanë parë zakonisht të ardhmen e tyre personale, por jo që ka pasur ndonjë politik ku prioritet dhe primare ka pasur shtetin dhe shtetësinë. Që zgjedhjet janë të pashmangshme tani më, për shkak se ne e dim që 2 president janë propozuar, askush nuk ka disponim që të votoj president partijak. Në anën tjetër, kuvendit i duhen 80 deputet që qëndrojnë në salë, në mënyrë që të dilet nga ky ngërç politik, mirë po partitë opozitare nuk kanë asnjë obligim që të qëndrojnë në salë për të zgjedhur një president të cilin e imponon, ashtu të them, një parti politike, dhe në këtë kontekst mendoj që zgjedhjet janë të pashmangshme. Në anën tjetër, kur fletni për çështjet ndërkombëtare, natyrisht që për Kosovën janë të rëndësishme, sidomos tash kur po i shohim këto ndryshimet e egra gjeopolitike, na duhet rreshtimi i duhur. Por në anën tjetër ne po e vrejmë që kemi edhe probleme ideologjike edhe në kontekstin e rreshtimit. Dhe prapë po kthehem te intervista e presidentës, aty vrejtën ato farë dallimet ideologjike përpos këtyre ambicjeve personale, dhe natyrisht që Kosova qëndron në një pozicion deri të vështirë. Mirë po, t'ju them të drejtën, më mirë është që të pritet pak se sa të kemi një qeverisje apo një politikë të papërgjithshme në raport me shtetin dhe shtetësinë e Kosovës. Po që kjo tregon më së qarti se cili ka qenë pozicioni i presidentës. Dhe thotë gjithmonë ne e kemi përmendur atë fakt. Presidentja duhet të ketë një politikë balancuese. Presidentja duhet të jetë një figurë e unitetit dhe jo që kryeministrit i thotë një dua zgjedhjet në këtë datë dhe ajo ta caktoj pikërisht në atë datë. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk guxon opozita që të votoj një president partijak, për shkak se atëherë ne thjesht shkojmë drejt shkatërrimit të një demokracie e cila është ndërtuar, dhe mund të them lirisht që ajo që është ndërtuar për 20 vjet në këtë shtet për 5 vite po shkon drejt shkatërrimit. Dhe këtë më së miri e sqaroi intervista e mbrëmshme e presidentës, dhe t'ju them të drejtën, ajo e sqaroi se kush janë fajtorët e kësaj situate, dhe këta fajtorë me siguri që kanë emër dhe mbiemër, dhe emri dhe mbiemri tyre është Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Dua ta them kështu qartë azi që thjesht edhe qytetari ta ketë të qartë këtë. Në arenën ndërkombëtarëve, ditëve të fundit për shembull ka bërë bujk Bordi i Paqes. Mirë po, gjithashtu nuk duhet harrojmë edhe një fakt që presidentja në momentin kur e ka marrë pozicionin e saj e ka dhënë një intervistë në BBC, nëse nuk gaboj, që ka qenë një katastrofë në vete ku e paraqiste shtetin e saj si shtet të krimit e tjera, sa që na e merrte mendja që ne jemi këtu Kolumbia, po çka po dijone. Kjo tregonte mllefin që e ka dhe qeverisja me mllef, natyrisht që në fund bie në këtë pozicion të cilin e ka sjellur Kosovën. Kur flasim për Bordin e Paqes, natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë na e kanë bërë neve të qartë që me qenë se ne nuk kemi komunikim me zyrën e kryeministrit dhe me kryeministrin, do ta mbajmë me presidentën. Dhe presidentja ka qenë institucioni, dhe kushdo që të ketë qenë president, ju them të drejtën, do ta kishte pasur ftesën. Vetëm pak konstruktivitet
po që se do të tregonte. Kështu që në qoftë se marrim në përgjithësi këto 5 vite të presidentës, t'ju them të drejtën, nuk janë për t'u lavdëruar. Vije keq që është kështu sikur që është, mirë, po ne faktikisht e kemi pasur Albin Kurtin president dhe kryeministër.